Kriza mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit po kalon nga një fazë tensioni të pastër ushtarak në një kombinim më kompleks të presionit ushtarak dhe diplomacisë në prapasken. Kontaktet jo formale përmes vendeve si Turqia, Egjipti dhe Pakistani vazhdojnë, ndërsa sinjale të reja si biseda Netanyahu-Vance tregojnë se po hidhen hapat e parë drejt formësimit të një marrëveshjeje të mundshme. Megjithatë, nuk ka ende negociata formale dhe qëndrimet e palëve mbeten të ndryshme. SBA kërkon të ruaj presionin pa përshkallëzim të pakontrolluar. Irani synon të përdor kërcënimin e kundërpërgjigjes si levë negociuese, ndërsa Izraeli vazhdon operacionet ushtarake dhe kërkon të mbrojë interesat e tij të sigurisë. Situata aktuale përshkruhet si një fazë kalimtare, ku diplomacia po testohet përpara se të vendos logjika ushtarake. E ardhmja e krizës varet nga fakti nëse këto kanale jo formale do të zhndërrohen në një proces real negociues apo nëse do të kemi një rikthim të përshkallëzimit. Kontaktet përmes Turqisë, Egjiptit dhe Pakistanit mbeten kanali kryesor jo formal i komunikimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Megjithatë, biseda telefonike mes Benjamin Netanyahu dhe JD Vance për elementet kyçe të një marrëveshjeje të mundshme tregon se prapaskena diplomatike po kalon në një fazë më të pjekur të përpunimit politik, shkruan Spiro Sideris në Ibna. Pavarësisht aktivitetit diplomatik, ulja e tensioneve mbetet e brisht, pasi ende nuk ka negociata formale dhe llogaritjet strategjike të SBA-s. Izraeli dhe Iranit vazhdojnë të divergojnë. Kriza mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit po hyn në një fazë edhe më kritike dhe komplekse, ndërsa kërcënimet ushtarake vazhdojnë të bashkëjetojnë me përpjekje intensive diplomatike në prapasken, që synojnë të parandalojnë një përshkallëzim më të gjerë. Ajo që deri vonë dukej si një rrjet kontaktesh jo formale dhe shkëmbimi mesazhesh mes Washingtonit dhe Teheranit përmes ndërmjetësve rajonal, tani po merr peshë më konkrete politike. Po shtojnë treguesit se ajo që po formësohet pas skenës nuk është vetëm perspektiva e uljes së tensioneve, por edhe skica e një marrëveshjeje të mundshme. Në qendër të kësaj veprimtarie diplomatike është vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të pezulluar për 5 ditë goditjet e planifikuara ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit, duke e lidhur këtë hap me atë që ai e përshkroi si kontakte të mira dhe konstruktive me Iranin. Ai argumentoi se janë identifikuar tashmë pika kyçe konvergjencë, duke lënë të kuptohet se Washingtoni sheh hapësirë për një zgjidhje politike. Nga ana tjetër, Teherani e mohon kategorikisht se është i angazhuar në dialog me SBA-t, duke këmbgulur se nuk ka bisedime të drejtpërdrejta dhe as negociata formale përmes ndërmjetësve. Pavarësisht mohimeve publike, kanalet diplomatike mbeten aktive. Sipas informacioneve të publikuara nga Axios dhe media të tjera ndërkombëtare, Turqia, Egjipti dhe Pakistani kanë përcjell mesazhe mes Washingtonit dhe Teheranit ditët e fundit, ndërsa ministrat e jashtëm të këtyre 3 vendeve kanë zhvilluar kontakte të veçanta me të dërguarin e Shtëpisë së Bardhë Steve Witkoff dhe ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi. Në të njëjtin kontekst është përmendur edhe Jared Kushner, çka tregon se pala amerikane po aktivizon disa kanale ndikimi dhe komunikimi. Faktori i ri që përforcon këtë panoramë është biseda telefonike mes Benjamin Netanyahut dhe zëvendës presidentit amerikan JD Vance. Sipas informacioneve të transmetuara nga Channel 12 dhe të riprodhuara nga Times of Israel, të dyja palët diskutuan si përpjekjet për rinisjen e bisedimeve SBA-Iran, ashtu edhe elementët kyç të një marrëveshjeje të mundshme. Kjo është veçanërisht domethënëse, pasi sugjeron se përpjekjet në zhvillim nuk kufizohen më vetëm në shkëmbim mesazhesh apo testim qëndrimesh, por po kalojnë gradualisht në një fazë të ershme të formësimit të arkitekturës së një marrëveshjeje të mundshme. Megjithatë, burimi mbetet anonim dhe deri tani nuk ka konfirmim zyrtar nga asnjëra qeveri, çka kërkon një interpretim të kujdesshëm të këtij zhvillimi. Këtu qëndron thelbi i momentit aktual. Nuk bëhet ende fjalë për një negociatë institucionalizuar, as për një proces me kornizë të qartë dhe të njohur. Megjithatë, kjo është diçka më shumë se sa një ulje thjesht tensionesh përmes shtyrjes në kohë. Pezullimi i përkohshëm i goditjeve amerikane, kanalet aktive të ndërmjetësimit dhe diskutimi i SBA-Izrael për përmbajtjen e një marrëveshjeje të mundshme formojnë së bashku një fazë kalimtare në të cilën diplomacia po testohet për të parë nëse mund të parapri logjikën ushtarake përpara se kjo e fundit të mbizotrojë sërish. Pozicioni i Iranit megjithatë mbetet i fortë dhe i përqendruar në parandalim. Teherani argumenton se nuk e ka nisur luftën dhe se çdo kërkesë për ndalimin e konfliktit duhet i drejtohet para së gjithash Washingtonit. Në të njëjtën kohë, ai vazhdon të kërcënojë me kundërpërgjigje në rast goditjesh ndaj infrastrukturës së tij energjetike, ndërsa rikthen në vëmendje ngushticën e Hormuzit si një mjet kyç presioni me pasoja të menjëhershme për sigurinë globale të energjisë. Mohimi publik i Iranit për rjedhoj nuk përjashton domosdoshmërisht ekzistencën e kontakteve në prapasken, përkundrazi, pasqyron përpjekjen e tij për të mos u paraqitur si palë që negocion nën presion. Në këtë mjedis, Turqia po përpiqet të shfrytëzojë rolin e saj si ndërmjetëse e rëndësishme rajonale. Ministri i jashtëm Hakan Fidan
nuk është kufizuar vetëm në deklarata publike në favor të ndërmjetësimit, por ka zhvilluar diplomaci aktive telefonike me homologët e tij Badr Abdelati të Egjiptit, Espen Barth Eid të Norvegjisë dhe Muhammad Ishaq Dar të Pakistanit, duke u përqendruar si në ecurinë e luftës, ashtu edhe në përpjekjet për përfundimin e saj. Egjipti dhe Pakistani nga ana e tyre plotësojnë një kornizë shumë planshe të diplomacisë rajonale që synon të përndalojë një konflikt me pasoja më të gjera gjeopolitike dhe energjetike, fakti që këto përpjekje nuk janë zhndërruar ende në një proces formal, nuk e ul rëndësinë e tyre, përkundrazi, tregon se palët po kërkojnë fillimisht një minimum të përbashkët përpara se të hyjnë në negociata të hapura. Dimensioni i Izraelit vazhdon ta ndërlikojë situatën. Izraeli po vazhdon operacionet ushtarake kundër objektivave iraniane, ndërsa Washingtoni pezullon përkohësisht goditjet ndaj infrastrukturës energjetike, duke treguar se llogaritjet strategjike të dy aleatëve nuk përputhen plotësisht as për ritmin, as për shtrirjen e uljes së tensioneve. Në të njëjtën kohë, vetë nevoja për koordinim mes Netanyahu dhe Vance tregon se Washingtoni nuk po menaxhon vetëm përplasjen me Teheranin, por edhe koezionin e kampit perëndimor, lidhur me mënyrën se si mund të strukturohet një dalje nga kriza. Pamja e përgjithshme është ajo e një krize që zhvillohet në 3 nivele: presion ushtarak, ndërmjetësim në prapasken dhe përgatitje e hershme e politike për një marrëveshje të mundshme. Shtetet e Bashkuara duket se synojnë të ruajnë presionin pa u përfshirë në një përshkallëzim rajonal të pakontrolluar. Irani përpiqet të shfrytëzojë kërcënimin e tij për kundërpërgjigje si avantazh negociues. Izraeli synon të ruajë nismën ushtarake, duke siguruar që çdo lëvizje diplomatike amerikane të mos dëmtojë objektivat e tij të sigurisë. Ndërkohë, fuqitë rajonale të përfshira në ndërmjetësim përpiqen të shmangin një dinamik që do të rrezikonte lundrimin, rrjedhat energjetike dhe stabilitetin e gjerë të lindjes së mesme. Pyetja kyçet tani nuk është vetëm nëse ekzistojnë kanale komunikimi, por nëse ato mund të zhndërrohen në kohë në një mekanizëm real për zgjidhje politike. Sinjali i ri i koordinimit SBA-Izrael mbi përbërësit e një marrëveshje të mundshme sugjeron se prapaskena diplomatike po piqet. Kjo nuk do të thotë ende se ekziston një marrëveshje apo se ka nisur negociatat formale. Megjithatë, tregon se kriza mund të jetë duke kaluar nga një fazë sinjalesh të shpërndara drejt një përpjekjeje më të organizuar për të përcaktuar kushtet e daljes. Pikërisht aty do të përcaktohet nëse periudha aktuale do të zhndërrohet në një mundësi për uljen e tensioneve apo vetëm në një pauzë përpara një cikli të ri përballjeje.